Përshëndetje dhe mirë se vini në Oda Podcast. Unë jam Marko. Unë jam Joana. Dhe unë jam Manjola. Dhe si gjithmonë mas kamerave, kena producentin ton Elvisin. Sot kena nderin me prezentu një gru të jashtëzakonshme, një biznesmene shqiptare që ka arrit një sukses të jashtëzakonshëm. Për te arritjeve profesionale, ajo ka pas një impact shumë të madh edhe në komunitetin ton, sidomos këtu në Michigan, duke frymëzu, duke ndihmu tjerë të rriten edhe të zhvillohen. Vizioni i saj, puna e palollën dhe përkushtimi ndaj njerëzve rreth saj e bën një shembull gjallë se si pasioni dhe përkushtimi mund të transformojnë jo vetëm një karrierë, por një komunitet tanë. Sot e nderojmë për vizionin, ndikimin dhe kontributin që ajo ka pas, sidomos këtu në komunitetin tonë në Michigan. Kena kënaqësinë me pas këtu shkodranën tonë, mi gjitha, zonjën Nora Selmani. Mirë se erdhe, Nora. Mirë se ju gjeta. Mirë se erdhe. Mirë mbrëma. Të falenderojmë që pranove ftesën tonë, mbrallë parë. Kënaqësimet pas këtu. Po shumë faleminderit, po si mundesh me tha një ftesë kur dy shkodranët marrin telefonin dhe thonë hajde herë se dora me bëj dorë muhabet. Dora muli herë me fol për disa gjëra. Shumë faleminderit edhe një herë, më jep shumë kënaqësi me që në këtë podcast, sidomos për faktin që ju keni zgjatur një temë të mrekullueshme me fol për Shkodrën, për qytetin që e banton Shqipërinë krenare. Ju uroj sukses, ju uroj çdo gjë të mirë edhe shpresoj që ta keni guximin, forcën edhe çdo gjë që duhet për me vazhdu këtë podcast. Faleminderit. Faleminderit, po me njerëz si ju, deri tash na keni fal një shumë dashni të tanë që kanë ardhur këtu. Edhe deri te ti domethënë është thjesht se tanë keni gjetë kaj copë Shqipni, se jo të tanë kanë prej Shkodrës, ty të kena prej Shkodrët, je patriotja jonë. Në fakt je para, Shkodranë. Në fakt kja da një dorë të rukshitje, se sonë të dashur miq, na kena që në erdi pa prit, na kena Shkodranën e parë në emisionin ton, te Oda jonë. Një jam e veçantë. Shumë faleminderit. Jo, tash na dha emocion edhe ne. Të shpëndin në edhe më veçantë. Kur bën Shkodran bashkë, rrezatoj me emocionin. Unë thash kena bën një video live para pak diç, edhe thash që gjithmonë thojmë Elvisi ka punën më të zorshme. Po unë të kam mendu se unë kam më zorshme se isha midis dy fanëve gjithmonë. Kjo është të shënë bëha tri. Zonë des me pryt. A ti sa njerëz që dorshme mark me pas punën e kaq dorshme sa ke ti. Po shumë njerëz shumë kampion. Nuk gat me fol. Ja. Unë falenderoj Nora, mirë se ke ardhur. Unë të njoh edhe personalisht, po të njoh nëpërmjet komunitetit, sepse komuniteti shqiptar i Michiganit të njoh jo vetëm nga rrugët që keni dhe suksesin tuaj, por dhe nga personaliteti që të gjithë shqiptarët këtu kanë vetëm fjalë të më të mira dhe ashtu siç i meriton ti. Mirë se erdhe je në Oda Podcast. Shumë faleminderit për fjalët e mira. Unë tash ja filloj vetë në Shkodronë. Kam pas edhe rastin, jo vetëm me pi veç kafe, po edhe me ardh. Kam një edhe shumë, si tha Marku, se ke shumë vite, saksisht nuk e di, se s'du me dhënë informacione jo të sakta, për një gru me një karakter super të fort. Që ndoshta njifesh që je me të vërtet një gru e fort. Emigrante pa. Kam tu i vute ta në këta, do më thonë, në të krytin tem, në të mendën teme, edhe a ditë kur erdha të shtëpia, më tërhoqi diqa. Thamë, pasha 2 fotografia, plus dekorimeve tjera, se s'kishte veç 2 fotografia në more, plus dekorimeve tjera, njëna dhe më thonë ishte ajo emblema e emigrimit. Ajo toa njet, ai deti jon që ja zhba dhe më thonë, kur i thojnë ma shumë i krypon prej lotve edhe prej humjeve, ikjet në ato anije tu ka se vjarë dhe më thonë që të vreq shpirtin, por
si fakt nuk I kam pa në asnjë shtëpi tjetër. I pa është shtëpia jote. A mundesh me më thanë, me mi lidh pak Noren edhe emigrimin? Edhe pse ajo foto? Unë kam përshpirt atë fotografi, sepse kur mendoj historinë e Shqipërisë, sidomos në 35 vitet e fundit, mendoj që këto dy fotografi që ki pa tjellit pas më pa përshtypje, janë dy fotografi që shpjegojnë dire diku historinë tonë në 35 vitet e fundit. Dhe ajo fotografi që është, jam mos e sigur që shumë njerëz e dinë, shumë njerëz e kanë pa, është fotografia e Anijes Vlora. Që nëse e shikon herën e parë, ti nuk arrin me kuptu se ç'a është kjo. Sepse duket një anije sigurisht, por nuk arrin me pas se ç'a është këtu në anije, duket sikur janë blet, po thojmë, se s'po thoj miza, po sikur domethënë janë blet. Por në momentin që ti afrohesh dhe shikon prej afër, atëherë arrin me kuptu që faktikisht të janë njerëz. Dhe ajo fotografi për mu ka kuptimin për të mirë, ka dhe kuptimin për të keq. Në aspektin e kuptimit ndoshta jo aq mirë është fakti I emigrimit, sepse çdo njeri që ka emigru dhe na jena pjesë e atij migracioni, nuk kena qenë pjesë ndoshta e Anijes Vlona, por kena qenë pjesë e emigracionit për vite e vite. Dhe ajo tregon se çfarë force duhet me emigru. Pra, gjithë ato njerëz që janë tani edhe po I marrim atë fotografi si bazë, janë njerëz që nuk e din ku po shkojnë. Po shkojnë diku se vetëm e kanë pa në televizor. Po kanë lënë mrapa çdo gjë që ato njohin. Kanë lënë mrapa çdo gjë që ato dinë. Kanë lënë mrapa çdo gjë që I ka bot një të sigurt, që I ka dhënë siguri për jetën. Janë të shku me sy myll, te një gjë pa njofton. Pikërisht. Jam mos e bindur si ato njerëz në tani ashtu si shumë për njerëz mund ta kenë kthy kryt 1 milion herë për me pas se ku është nana, për me pas se ku është baba, për me pas se ku janë ato gjanat e bukura që I kam lanë dhe shikon në çfarë gjendje jam tash. Dhe kur mendoj për te, jam mos e sigurt që çdo njeri që ka qenë në tani në të njëjtën kohë ka pas në mendjen e vet diçka shumë të rëndësishme. Atë shpresin se unë jam këtë anije, po bëj këtë sakrificë. Po do bëj këtë sakrificë sepse do ndihmoj familjen time. Po. Kam I qu nanë të babs, lek do t'i qoj një... Për një jetë më të mirë. Pikërisht, kam I qu montres një fustan shumë bukur. Thon një diçka që do të thonë ndoshta është edhe banale. Kujtohet halla jame kur po flisha me te përpara një javë dhe më thotë kam pas dikën që më thotë kam e t'i pru tonë si dite sa në rejnë. Shumë të janë faktet në fakt të vërteta. Gjana më vlerë. Sepse, dhe më thonë, në fakt është një fakt I bukur, sepse na kena vlerësu gjanë shumë të vogël, I kena lanë shumë vlerë. Ndoshta se nuk I kena pas, edhe një CD, me ta pa pru dikush, që më ka pru? Dhe më thonë, I kena lanë një vlerë të madhe. Ja veç është, ja jepshe ton lagjes. Po. Se njeni e kishte, dikush ta mund është malon për 2-3 ditë ta kem të majtofoni, kur fillon e majtofonat. Ata janë më bërgjë në përmërëmje. Po më vjen mend mua është se je vetëm këtu të Oda podcast, por gjithë konkurrim në emigrantat, edhe njerëz, disa persona që I kena ftu të Oda podcast, sikur e harrojmë jetën që bëjmë këtu në Amerikë, pra nështë edhe suksesin që ke ti në Amerikë dhe kthehesh prap atje të raja, atje ku në tërhek tonë njeve emigrantave, malli, toka jonë, dashnia dhe flet me ka shumë emocion për Shkodrën, për Shqipërinë dhe kjo është e që kena thënë në fillim që Oda podcast do binë këtu emigranta të llojeve të ndryshme në kuptimin e fjalës, të zonave të ndryshme, të profesionet të ndryshme, por në fundit të tanë kina gjane përbash dashnin, mallin, respektin për vendin tonë, që sado që jetojmë në emigracion, çfarë do lloj suksesis apo humbjes që kena në emigracion, në prep kthehena në vendin tonë, edhe Nora e puni sinqerisht kaq bukur sa që më emocionoi pa mas. Ndoshta më fal Nora, ndoshta për një atë unë them
mendoj të paktën që ta njerëzit që na dojnë kaq shumë dhe na falin kaq shumë mesazhe dhe dashni mes mesazheve tyne, është se me të vërtetë gjejnë vetvetin tek fjalët tona, sepse tan rrugtimi i tan emigrantëve është një lloj o një mënyrë është i njëjtë. Nora, Edhe ne na bashkon prap ajo ai vende ku kena lind, ku jena rrit, edhe ku kena tona të kujtimet. ajo fotografia që unë e kam pak parasysh, po Manuela pasapoti shtëpia jote, Edhe Elvisia me sigur, mos me ta nëmbrej, mund ta gjej besoj Po. online edhe mund. Sa ndajnë me Po shumë kush mund me gjetë online, po jo gjithkush ka bëhe që keni bëhe, jo që e keni vu në shpi, dhe me thane ja simbolizon diçka që është e rëndësishme. asaj kur mund gjetë, sepse në internet një mund gjejmë Po. fotografinat ndryshme, por diçka që si ta dhe Manjola, nuk besoj se e ka dikush tjetër, ndoshta edhe e ka. Me thonë për atë që kena kena. Por Se si kena diçka skutare. shumë e veçantë edhe me shumë kuptim. Edhe një nga arsyet për shembull ka të bëjë edhe me faktin se kur mendon çdo emigrant mendon, jo vetëm emigrant që nga kena tani. Dhe dy ju përgjigj pyetjes që bën ti ku e gjen forcën. Jam ose e sigurt me thonë që si unë, ashtu dhe çdo emigrant kudo që është në botë e gjen forcën në dashurinë që ka për familjen, për ato njerëz që i don më shumë se jetën, dhe ato njerëz që duan më shumë se jetën. Dhe ajo mendoj unë që është forca kryesore që e man emigrantin. Kjo ishte një Man të super vazhdoj, mesazh. e man cici për para, e man që ta bëjët ekstra, hapin ekstra, në mënyrë që të garantoj diçka më të mirë për ato njerëz që i do më shumë se çdo gjë. Prandaj dhe kjo është një nga arsyet se i maj këto dy fotografi dhe këtë fotografi, sepse mendoj që është shumë e rëndësishme ta kuptosh se nga vjen, dhe të njëjtën kohë ta dish udhtimin që ke bë, sepse duke pa fotografi të man me kam tokë, si i thënë nga në Shkodër, sepse jetës nuk i dije. Prandaj duhet ta dish se nga ke ardhur, duhet ta dish atë sakrifisë që ke bë, që të kuptosh edhe shumë njerëz tjerë që ndoshta janë në pozitën tënde. Dhe kjo është një nga arsyet. Arsyet tjera pastaj se ka dhe arsyet më pozitive për mendimin tim. Tjetër. Tesh, më falë që po të nërpres para se Minia dhe tjerat. Unë tham, s'ka arsye më të fort, do t'i lejmë edhe ata, por një mesazhi më fantastik të paktën që liva unë, ose që kam një deri tesh, është që kam bë ton këtë luftë për njerëzit që du, për njerëzit që kam zemër. Familja, s'ka gjë më të shtrenjtë se familja. Kushdo që, dhe më thonë, këdo që ti ke në zemër, luftojmë tonë për ato njerëz. Edhe është një super mesazh mendimi jam personal. Që faleminderit. Edhe të kalojmë tek ajo ana tjetër. Për shembull, çdo gjë ka të mirën edhe të keqen. Pra, emigrimi ka vështirësitë e veta, është i vështirë nga çdo aspekt dhe nuk e di a mendojnë njerëzit ajo, po nëse e bazon pas statistikave, janë vetëm 3.7% të popullsisë që emigrojnë. Pra, popullsia sot me botës është 8 bilion. Më tepër duhet jetë se 8 bilion. Pra, pse je i veçantë? Je i veçantë si për të mirë, si për të keq, si për udhtimin që do bësh, si për vështirësitë, si për arritjet, Sepse është se ti përket 1% shumë të vogël. Jashtëzakonisht e vogël në botë. Dhe ndoshta kjo është një nga arsyet sepse emigranti e ka të vështirë të pranohet shumë mirë, apo që dikush tjetër Dhe gjykohet. Sigurisht, apo që dikush tjetër të kuptoj, sepse në qoftë se 96% e popullsisë botënore vdes në atë vend ku ka lind, atëherë imagjino se çfarë ndryshimit ka. Dhe duke shku tek ajo ana tjetër e asaj fotografie, tash ti ke emigru, ke lënë ato që ka qenë gjëja më shtrenjtë e jotja, ke lënë ato që ti njoh, se ne s'kemi di gjë tjetër. Nona, familja, vendi, shtëpia, kemi qenë shumë të sigurt sepse kemi pas jo vetëm nonën e babën, kemi pas agjen, ke pas nusët e gjajave, ke pas hallat, ke pas tezet, ke pas gjitha ato që të kanë dhënë një siguri që më të vërtetë është e veçantë dhe të kanë bë për të një shumë i dashtën, si me thonë. Dhe ajo ka rëndësinë e vet në personin që ti bësh dhe ashtu si formohesh.
Por, mas gjithsej sakrifice që e ke bë, tash ke një zgjidhje tjetër. Dhe zgjidhja është çfarë jetë do ndërtoj unë. Dhe kur jena tani edhe kuptoj që ka diçka që unë mendoj është rëndësishme, më dëgjoj shumë njerëz që thonë që emigrimi është plag, absolutisht që emigrimi është plag për Shqipërinë, por nuk duhet harrojmë edhe diçka tjetër, se nëse në atë kohë emigrimi nuk do kishte ndodhur në Shqipëri, nganjëherë pyet veten dhe them, a do ekzistonte Shqipëria? Sepse po dilnim nga një situatë që ishte ekonomikisht nga ana sociale, nga ana politike, shumë konfuze. Dhe ato njerëz që kanë hyrë në ato anije, shumëzoje me 1000 sa anije tjera, shumëzoje me 1000 aeroplana që kanë në vende tjera, shumëzoje me 10.000 makina që kanë shku në Greqi. Se kur gjithë të njerëz mos ta kishin gjetë një outlet që të emigronin, thënë dhe njëherë pyet do ishte Shqipëri, sepse ndoshta do kishte pas një lloj lufte, do kishte pas një diçka, ose ndoshta nuk e di se çfarë mund të kishte ndodhur. Sado që dhimbje ka pas për emigracionin shqiptar, ndoshta fillimi i emigrimit ishte mos i domosdoshëm, mendoj unë. Unë kam përjetuar me thënë drejtën këtë që thot Nora, vitet 90, isha në Shkodër kur hapën ambasadat dhe kur njerëzit shkunë në pranijet tani Vlora, në Vlorë, Durrës, në Shëngjin, edhe në atë kohë ishte si një trishtim. Pavarësisht se ishte privilegj për dikën me i, po ishte si trishtim, shifshe në për rrugica, për të marrë zëtë kam pa në rrugicë teme, e gra që të ishin të kiosë, kishin djali për në ambasadë. Ato kanë kenë momente që se kondise ku janë të ikë. As nuk i kondise ku janë. E ishin disa momente, si sot rinia nuk mundin me kuptu. Po brezi jem, me din, se çfarë hallit ka kenë atë kohë. Për shumë se kjo është se... Njerëzit, se lane babe nanë mrapa, lane familjet mrapa, edhe nana baba nuk e dishin, apo i mytë fëmija në nije, se janë mytë shumë njerëz. Apo i mesin në për rrugave të Italisë, në për rrugave të Greqisë, kena pas shumë fatkeqësina si popull, sepse faleminderit Zotit, shumica janë rahatu, por ka edhe për aty njerëz që kanë dek rrugave ose kanë dek. Kanë ikë me gomone, po ikja me gomone në mënyra. Kjo është tragjedia e emigrimit që nuk duhet harrohet asnjëherë. E nga ana tjetër, kur gjithë të sakrificë që e ke bë, pyetja është çfarë jete do ndërtosh. Dhe nëse ti për shembull je prapë po shkrim tek anija, nuk e marr as valizhën me vete. S'ke asgjë. Ke vetëm tesha të trupit, ke 2 xhepa. Ndoshta në ato xhepa nuk e di, ndoshta për shembull e kam pyet vllain tim një herë që ka në fillimet e në vitet 90, në fillimet e viteve 90 në Amerikë, e kam pyetur dhe jam thënë Toni, me sa lekë ke në Amerikë? Se për shembull historia ime ka qenë ndryshe, unë kam marrë në kohë tjetër, kam marrë moshë tjetër, kam marrë kur ishte i stabilizuar njerëzit, nana, baba, absolutisht, gjithë kushrin, gjithë familja, do të thonë ishin. Historia ime është ndryshe, po e kam pyet vllain tim, e kam thënë me sa lekë në Amerikë, dhe nga thënë kam marrë $250. Pra, të vish një vend që nuk të njeh dhe nuk e njeh, s'din asgjë. $250, mendoj se çfarë sakrifice shpirtërore, psikologjike është për ty se si do ta përballosh jetën. Dhe ajo është e rëndësishme kur e mendoj, sepse ti ke një zgjidhje, po një choice. A do të sjellësh në këto xhepa për shembull ato gjëra që të kanë miru në Shqipni? A do të sjellësh me vete gjykimin e njerëzve? Sepse ai peshon shumë rrallë. A do sjellësh me vete atë, se themi pak atë xhelozin që e kemi pas, ose që ka qenë në Shqipëri, sepse ajo nuk është e lehtë për ta sjellë, për ta marrë me vete. Apo do të zgjedhësh për me sjellë me vete për shembull ato traditat e mrekullueshme që është bujaria. A do të sjellësh me vete për shembull një traditë e mrekullueshme që është besa. Prandaj atë fotografi, sikur ta shohësh për ditë, në atë aspektin që e mendoj unë, është e kuptimshme. Sepse të bën të mendosh se shiko çfarë sakrifice kam bërë, tash është vendimi im. Se ç'a duhet marrë me vete, çfarë personi duhet bëhem, edhe ç'a është rëndësishme për mua dhe për njerëzit e tjerë që janë rreth meje, sepse secili nga ne
mund ta bëhet influencën e vet, edhe nëse i thu dikujt Nadia mirë, mënyra se si ja thu, se mënyra e ka influencën e saj. Prandaj kjo është ai aspekti që për mua kjo fotografi ka rëndësi. Po më kujtohet i shprehje, si the edhe kur e thu Nadia në mirë, si e thu të gjyshi jem në fakt, e qovi, tha, ishte një pasanik edhe e qovi tregtarin e ti në treg edhe i tha shka më blej gjan më të mirë që është atje. Edhe ai shkovi pruni gjuhen. Edhe i tha që ku e ke zotni? Po pse më pruni këtë? Po me gjuha i xerrim, tha të tana fjalët e mira, tana mëlsinat, tana gjaja, tha prej gojës del, është gjuha. Okej, tha shka tha mbirë ta gjanë më të keqe që e gjanë atje. Shkaj e pruni prap gjuh. Si më pruni tha prap gjuh, tha. Po tha, kjo të helman zotni, kjo të banë kyte, janë numrovi të në të këqijat. Pra, aja, dhe më thonë, kjo histori me lidhje me atë që tha është, me këtë gjuh mundën e me zgjellë me pru dashtin edhe mirësin, me këtë gjuh mundën e me zgjellë me evra dikani, sepse ka i herë ma rëna shfjala, se plumi i kanë pa thonë. Tamam. Po shumë e vërtetë ja. Mu më qenë ata shkodran këto, mu pa më kujtohet i Barcelet. Publicitet, pra. Ja. Më kujtohet i Barcelet që ka pa dalë vitet 90 me emigrantat. Ishte shku i shqiptar, në Gjermani, si tanë, edhe nuk kishte punë. Po kishte pas shpinë afër kopshtit zoologjik. Edhe rritet të hinje të dalë në kopsht zoologjik, po i bjen sy këty në punëtorë, të çatan kë njëri për ditë to. I ditë thonë çfarë bën këtë ti mo? Thot për zotën, thot s'kam punë shqiptar, thot gjuhën se di, a dan punë. Po mor sot punë du, i thot një thot në ka cofi majmun. Thot, e dirë sa di majmuni, kena me të dha një kuston, ke më virë si majmun, ke më dha një atë të guardi, edhe dhe sjellëm, edhe të pagujmë. Një, ditën e farë, ditë i hinë puna në qef, halin shashin molla, njerëzit, banane, hakjo, knaq. O, i hate kjo? Po, normal. I ditë për i ditë për shqiptari hypë në pemë. Po si janë pëmë o knaq, kur i thejet një gemi pëmë se bjen ka loni. Loni vrep të këtë vrep. Loni të një këtë vrep. Këtë nim. I thët loni, bëmër po do të në egnë për i punit të të vetë. Të kanë da loni i përdarë. Bëmër kjo marrë. Në shkrej shqiptar të mundu me gjithë vedin, po Kurse unë po lidhim me këthypa. Me Barceletën e Markut, me që është pak humor, kjo s'është Barcelet, kjo është diçka që deshta me full për veti, në vitet 90, kur sa hap në kufit, unë fakt isha e vogël, shumë e vogël, edhe nuk i kuptosha mirë këta gjana. Edhe si thanura që atje mrapa kina lanë njerëz të zemrës, teze, agja, kushëri, edhe ishim velipoj për në verë. Edhe në velipoj nisi stuhi e male, edhe në fakt na ishim në kabin draset, në atë verë, jo kabin gurit. Edhe unë gjithmonë isha frigacake, kur vite kështë shije bëbullim, edhe i tham, për i frikës, shkajt e baba, të natën, bab, ka fillu stu i, po s'ka gjamër, bab, i tham, kam frikë se ka me na marrë era e me na qu në Itali. Si ishte edhe aja koha, ishte baba, po ku me marrë, bab, se s'kina me lantezën. Dhe me thak, edhe fmi, që nuk kuptosha fort qa ishte të noll, ishte prep aja gjaja që jo se kina me lanë njerës e dashtë, njerës e shpirtit mrapa. Kërshi, po tham, ju e keni pak të përjetu me ma nëshe, por elon paka shumë e kujtaj atë ko, i kujtaj atë aftyrat e njerëzve shumë të mërzituna, sepse nuk e dishin se mirë se po nisen, po ku po shkojnë edhe apo mrejnë, se ti mund është mo nisë, po sa për i ty në edhe nuk ja kanë mëri. Unë e di dhe më thonë për djemë të Hall Smith, iken me anijet, dhe nështë kanë kenë 6 muj, ose më shumë se kam dhe më thonë memorin ashtë të sakt, por e di që kanë kenë një kohë shumë e gjatë, edhe s'dishin se ku ishin. As nuk dishin a kishin mërit, as ku kanë mërit, as si janë, a janë të rahatum, dhe më thonë, dirë sa janë, si janë donë për grupe, dirë sa kanë gjithë, dhe më thonë një mënyrë me kontaktu njerëz të shtëpis, kanë kalu muj tjerë, po ato muj kanë kenë një stres i vërtet për familjen. Sa të fort pas kanë kenë shqiptarët, me dëru katë shumë. Dhe më thonë, kena një histori, në fakt, të dhimbshme, por që i tregon karakterin e fort tonin. Absolutisht. Unë më valor diqa tjetër, kur për dhe marë në mas vitet 90, se s'kishte shumë shqiptar, dhe më thonë, Michigan,
nga Shqipnia, po na boni mirë diçka se na boni dashur me njëri tjetrin. Edhe pse nuk e njihshim shqiptarin këtu, sa marrshim vesh sa shqiptar. Shqiptari ti po, hajde më pimi kafe, hajde më prej ka je, kurrin, çfarë bën, a don punë, apo më gjen punë. Më tha nisi me na lidh. Atë domethënë ai ishte prej Gjinokastrit, unë prej Shkodrës, nuk kishim pa kurr u bashim miq. Ai tjetër prej Vlonit, ai tjetër prej Maqedonisë, ai tjetër prej Kosovës. Domethënë, mos që kishim hallë shumë, halli ka jetë bën edhe me dashnin e tjetër ose mu bashkuj fije më fort. Aja na boni ne emigrantave mu lidh në atë kohë më shumë njëri me tjetër dhe mendoj që edhe sot Kjo për shembull, kjo që the ti është një provë për Norën, sepse sa kam unë, sa ke ti, që ku punon? Te Rozafa. Se Nora ka vazhduar ka majtë edhe simbolin e Shkodrës. Dhe më thonë kompanisë të tyne, këto ja kanë vuajnë në Rozafa, që është simboli Shkodrës. Dhe më thonë prepi copë Shkodrë e kanë marrë me vedi. Dhe, por ma mirë se Nora, dhe më thonë, unë thamë vetëm, thamë fjallë që kam li, por sa njerëz e kanë gjetë vetin ose i keni lënë atë ndihmën e parë, ose i ki punësu se është ka kanë vështirë me gjetë edhe punë. Po. Ke ardhur në një vend që s'ki ditë as ku je, as ku shkon, as se si shkon, as se ç'a bëhet, domethënë me zero informacione. Unë personalisht për shembull e di, për thëmë Norës, për herë para këto, shumë shokni, shumë shqiptar që kanë pasur probleme edhe me gjuhën. Po gjuhën tonë? Gjuha anglisht nuk ka shkruaj të kollaj, se mos problem fillim. As kena kanë me Kanë pasur probleme edhe me një gjë tjetër, edhe shoqërzotin kanë thënë na ka punësu për shembull kompania Rozafa te Nora, dhe Nora i ka ndihmu shumë shqiptar këto. Po thëmë, nuk e kam thënë kur, por nga që ata më kanë thënë, është edhe e moralshme mirënjohja për shembull që kanë shqiptarët për kompaninë Rozafa dhe për Norën. Sepse nuk ka se kollaj më ardh për Shqipëni këtu me fillu punë me gjetje mbështetje të tillë. Po thëmë se prap, veshim italishten ka ken pak i thym se kena një italisht në për stacione, po anglisht nuk ka pas as ti stacion për me një, dhe më thonë, ke di që ke mësu në shkollë dhe të fjallë. Unë mend, Gjuani ishte e vogël, edhe ishte në Shqipëni, ishte ala partë. Se këtë punë në Amerikë, si të mos në fillim është i vështirë. Ja duhet më ambientu, ja duhet më punu pak më shumë, ja gjona do dhe sandalet bardha. Bicikletën. Unë punosha në atë kohë në lokal, edhe unë marrë të madhe shumë për Shqipëni, sigur tani migrantave. I bosha telefon për ditë shtëpis, i bërë e kapte Gjoana. Moj Gjoana, që i di ba, që me ba, ma jam mërzis, dikur për vinë në Amerikë, po pëse maj, jam di shku në Velipoj. Ku me ba, me shku në Velipoj, Po, Marko të dhe lumë si ju. Që me ba, ma ti shku në Velipoj, po ti unë ti punu atje vit për vit. Po, këtë ishte aja sakrifica, edhe për ne ishte, dhe me thonë, aja anra për të pa njoftë. Jo se Amerika me taman që është një anër e bukur e ba me realitet, se na sado që mund të flasim për mallin, e kena thonë edhe disa herë për sakrificat, por Amerika na kollon shumë, edhe për besoj për shumicën e njerëzve, është ajo anëra e bukur e realizume, se në fillimet ku do me shku njeriu, janë vështira, por puna është se si njihen asot, ajo ka vlet, gjithë kjo sakrificë, edhe sa shpërbly kjo sakrificë. Shika, të shkojmë prapë dhe njërë mrapa të ajo fotografi për një arsye. Bas statistikave, për shembull në vitin 1993, imigrantat kanë sjellë pare që pa kenë barabartë me 30% të prodhimit të Shqipërisë. Pa të shi llogaritë se që do me thonë. Në vitin, në mos gabohem, besoj që këtë statistikat i kujtoj mirë, po në vitin 2019, bazu për shembull në Bankën Botërore, statistikave të Bankës Botërore që janë bazuar për shembull në MoneyGram, në këto kompani që njerëzit. Po seriozisht që janë këto. Mund të kenë afërsisht deri në $27 bilion që janë në Shqipëri nga emigranta. Dhe këto nuk janë duke marrë në konsideron ato që i ke qenë në dorë, se për shembull kushdo që ka shku ka një çifte pa. Edhe thohet që për shembull 85% e familjeve shqiptare kanë pas një ndihmë nga emigracioni që i ka nxjerrë ato nga varfëria.
Pra, është një pjesë e vogël njerëzish që kanë bërë një sakrificë jashtëzakonshme në mënyrë që t'japin çfarë tjetër mundun për më dhënë, që të sigurohet diçka ose të bëhet një jetë më mirë në Shqipëri. A është e mundur që të bëhet perfeksion? Jo. A është e mundur që të ndryshohet komplet çdo gjë dhe migranti ta ndryshojë komplet Shqipërinë? Është e pamundur sepse nuk ka kuptim. Por mendoj që është rëndësishme të mendoj gjithë ky sakrificë dhe gjithë kjo ndihmë që kanë dhënë migrantët për Shqipërinë. A ja vlen Amerika? Amerika për mendimin tim është vendi ku ka dy gjëra. Të vish në Amerikë, duhet, si që thash më përpara, ti ish i sigurt që duhet sjellësh ato që janë atributet më të mira nga i ke sjell, nga vendi që ti vjen. Me idenë që duhet të bësh një sakrificë shumë të madhe për të arritur diku. Pse? Se për shembull nëse ke qenë në Amerikë 14 vjeç, nuk mund të krahasohesh me një fëmijë që ka lind në Amerikë 14 vjeç, se ti je 14 vjet mbrapa nga ajo perspektivë. Kështu që si emigrant të duhet me punu më shumë, të duhet me u dediku më shumë, të duhet me dhënë më tepër në mënyrë që të arrish deri diku afër. Unë mendoj që në Amerikë në bazë të personi që je, në bazë të atributeve që ke dhe në bazë të vizionit që ke, mendoj që Amerika është vendi i oportuniteteve ose çdo mundësie që mund të mendosh. Të shihni, nuk mund ta bëjmë Amerikën në Evropë sepse nuk i kena ato ndërtesa të bukura, nuk i kena ato gjonat ku mund nuk është vjetërsi me ata njerëzit të shëtit, me na dhënë atë ngrohtësinë sociale, sepse faktikisht këtu, përveç se për shembull në qendrat urbane nuk ekziston vendet e tjera. Në vërtet. Por si thot, unë jam falënderuese fatit që domethënë kam marrë në Amerikë dhe kam pas mundësinë edhe dedikimin për të bërë gjëra që i kam pas plan për me i bërë, si themi. Janë arritje, domethënë, prap ato pikësynime ose arritje që ke dashur për me arrit, ta kallon mundësinë edhe i ke plotësuar të nata. Absolutisht. Ndoshta prap mund me kanë se jam ajo sa du vendin as du edhe Amerikën. Kam gati një fishë gjysmë më shumë në Amerikë se kam jetuar në Shqipëri. Por t'jep mundësina pa fund. Po është e vërtetë, nuk kujtohet se kisha ai në Shqipëri për zotë. Ma që ishte fukarallek, tani dina se s'kishim ushqime me bollek ose domethënë ishin limitume. Kur pyetsin dikush që në më bëhë kur rritesh, më të rrëtë më bëhë guzhinjer. Më ka më hangër, falë. Edhe në Amerikë guzhinjer o bëna. E bukur këtë me gjatë këra. Me ambru më bëhë guzhinjer. Se s'ka ka punë që, ka punë, po... Hajt, po në më të edhe andrat nuk duhet me dalë të në andrat. I mirë se ke naj shumë rregull. Elegant. Se guzhinjerat janë donë me vartëma. Mandej në dikur kanë pa thonë. Pa vëra. Kanë pa thonë, ja, deshe me thonë edhe i këtë shpejt, ja. Ata kanë kënë kështu si thonje, pra, për të varë fnit ka kënë aja që, shikash andra me pasanik. Me guzhinjer. Me hamburger në Amerikë. Por me kalu do me thonë për kësaj. Gjoana më falë. Jo, s'ka gja, po për emigrimin të shti prep njerëzit emigrojnë, sidomos në për Europë shumë vazhdojnë që kanë dojnë me ikë, ashtë prep aja nështë nuk e qujnë ma anër, se e kena qujtë në atë ko, por prep rinia në Shqipni nuk është se, ashtë e rini që ato dojnë më nej, por nuk kanë mundësin, janë shumë gjana që Shqipnia ala nuk ja ofran asaj rini. Si menoni, jo, a ishte cili ishte ndryshimi dhe me thanë emigrimit ku erdhë me na para shumë e shumë vjetëve, edhe emigrimi sot. Unë mendoj që emigrimi deri në vitin 2010 ka një lloj pothuajse. Sepse deri në vitin 2010 mundësia që njerëzit dalin të ishin të lirshëm, shikonin botën, ishte shumë më pakt se ka thënë deri mas 2010. 2010-ën do të më kuptuat diçka tjetër se është edhe një generacion i ri. Është një generacion që nuk arrin me kuptu atë fotografinë e anijes. Sepse nuk e di sa kanë jetu. Është komplet ndryshe, se për shembull
Edhe ne sa të lexojmë mesazhe të ndryshme që flasin, komente nga më të ndryshme që bën për shembull se sa ka vujt emigranti, ndoshta deri një fazë mund të jenë edhe thyse, por jam mos e sigurt që se ajo janë komente nga një generacion që është deri diku në moshën 22 vjeç. Absolutisht. Dhe sidomos me social media, sidomos me këto gjëna që janë më të fokusuar me njerëz një generacion i ri, është shumë e vështirë ta vësh veten në atë pozitë që të kuptosh kalumen. Dhe ka një disparitet në atë emigrim. Kuptohet dhe unë mendoj, dhe ndoshta e di që ndoshta do gjykohen, por emigracioni përpara 2010-s ka qenë mos e domosdoshëm, ka qenë një nevojë për mendimin tim e domosdoshme për vendin. Pas 2010-s, pastaj është një situatë tjetër. Ajo bën më tepër në kontekstin politik, bën më tepër në kontekstin e situatës politike dhe ekonomike në Shqipëri. Është diçka më ndryshe. Deri në 2010-in kompozitet, qeveri kuptoj, njerëz që kishin dal nga komunizmi, që nuk I kishin një urinë e dur të demokracisë, një urinë e dur se si funksionon bota, se si është bota politike. Dhe mendoj ajo ka qenë ndryshimi. 2010 deri në 2015 dhe mbrapa është një situatë komplet ndryshe. Tash mas 2015 të vret pak më shumë, sepse është një generacion i ri që ka mundësi tjera, por nuk është se kam ndonjë mendim të veçantë për me thonë, sepse u bë disa vite që s'kam shkuar në Shqipëri. Prandaj që nuk besoj që mund ta jap mendimin e sigurt për arsye të largësisë që kam pas me Shqipërinë. Unë mund të më thënë bazë të punës, një prej punëve që bëj, që kam kenë përkthyese për shumë viteve, edhe më ka rastis me kenë kontakt me të rit. Edhe me thënë drejtën për ata që vishin prej Italijet, më vjen keq, po kur vishin këto thoshin që me ba Amerikë. Na jena mësuar dole në për kafe po Italia kështu. Shumë e vërtetë thosha vetë prit I vjet, domethënë, unë se ndrej, domethënë kam qenë në Itali, po se ndrej Amerikën. Por të rinjt kisha thënë si the, viteve të fundit, ndoshta 10 vjeçarin e fundit, 7 vjeçarin e fundit, s'ke që duhet Amerika, në Itali është jeta. Po, më fal, janë ato njëjtit njerëz që kanë ardhur në Amerikë, pse Italia nuk ja ka kriju jetën që ata kondosh me pas. Por ata kanë ardhur në Amerikë. Nga ana ekonomike, ashi mund të ketë mendoj unë krahasim, sepse nga ana ekonomike ka një disparitet shumë më midis Evropës për emigrante veneve të Amerikës. Sidoqoftë, nga ana sociale, sidomos për njerëz për shembull që janë lindur në Shqipëri dhe janë rritur në Shqipëri, ka një disparitet për arsye se keni një kënaqësi të veçantë. Edhe sot kur shkon për shembull në Evropë, një kënaqësi të veçantë sepse nihesh plot kur shikon njerëz. Edhe nuk I njeh, nuk e kupton kush janë. Por nga që je njeri dhe bën atë lidhje me njerëzit e tjerë, nihesh diçka, ndihesh sikur ke plotsu një boshllëk. Ndërkohë që në Shtetet e Bashkuara ne gjithë e dimë është jetë më individuale. Nuk ke shumë, domethënë si thash, gjërat urbane mundesh me dalë me pa njerëz, por është edhe është ndryshim, sepse është edhe një njerëz ndryshe. Janë njerëz në Amerikë që nuk kanë dalë për qef, për me dalë me bë xhiro, por janë njerëz që kanë atë jetën e tyre, dhe unë gjithmonë them për shembull ne amerikanët na dallon kollaj në Evropë, se jemi kështu me backpacks, jemi se është jeta është e atij. Sepse si do jetë vendi, ashtu do të bëhesh. Bëhet ku vendi ka thënë. Dhe ajo është që të mungon në Amerikë, mungon ai plotësimi social, sepse nuk shikon atë bollek njerëzish si që shikon vendet e tjera të Evropës. Unë njeh edhe shumë shqiptarë këtu në Amerikë, gjithashtu, që nuk I mungon ajo jetë, edhe më habisin. Thonë, jo, unë jam shumë e kënaqur me këtë jetë se si është këtu. Nuk e du më atë jetën e zhurmshme, nuk çam duan ata njerëz, nuk më intereson. Më të kam prioritete tjera, rëndësi ka se kam jetën kështu ashtu, nuk do ka edhe shumë shqiptarë që është qëllë personal, nuk mendoj se kjo është një topik që ka për të bë ose kështu ose ashtu. Unë mendoj që shumë gjëra në jetë janë zgjidhje personale dhe është
nga njëherë nështë mendoj e them që është idiotësi me fut gjitha me generalizu, e me thonë kështu duhet tjetë. Sepse secili prej nesh është ndryshe dhe kjo është bukuria e jetës, secili prej nesh është peculiar, është i veçantë, ka diçka dhe edhe twins, edhe binjak, nuk janë ndryshë për një tjetër. Absolutely. Është zgjidhje personale. Në rrët është në folme për fotografinë e parë, por kishe 2 fotografi. Te fotografia e dytë shoh 2 njerëz në një moshë të tretë me një karrocë. Ku shkojnë? Fotografia e dytë, duke ju referu asaj që tash kur mendoj për 35 vitet e historisë shqiptare, ajo është një fotografi që ka një kuptim të jashtëzakonshëm sepse bëj fjalë për Kosovën. Fotografia e dytë është një fotografi që është refugjate që po lënë shtëpinë e tyre për arsye të agresionit serb të viteve 98-99. Dhe unë faktikisht kam zgjedhur fotografi sepse po të shikosh fotografitë e luftës Kosovës, po shikosh fotografitë e atrocitetit që është bërë në Kosovë, duhet shumë forcë. Duhet shumë forcë. Kur indijon edhe të përqath të trupit, do më thonë, jo mi pa. Është janë bë jashtë njerëzore, gjanat. Edhe derë shumë lë. Patjetër. Dhe arsyeja pse e kam unë atë fotografi është sepse të tregon se sa fragile është jeta, se sa delikate. Të tregon se ndoshta çdo gjë mund të jetë mirë, por nesër në një sekondë kthehen kundra teje. Për shembull kur mendoj për luftën e Kosovës ose kur mendoj kam lexuar faktikisht mjaft për luftën e Kosovës, kur mendon që ndoshta ai njeri ka ardhur në shtëpi, një serb që ka ardhur në shtëpia jote, i mulum, edhe ndoshta ka vrarë njerëz të shtëpisë, mund të kenë dikush që ndoshta ke shkuar në shkollë me të në Beograd. Mund të kenë dikush që ndoshta e ke njohur. Kyshi, ose një njeri që mund kush e ke punu me të ndoshta deri para një jave. Edhe ajo tregon delikatesën e jetës, edhe tregon edhe kujdesin ndoshta. Tregon një të mënyrë edhe se sa kollaj qenie njerëzore kthehen kundra qenieve njerëzore. Për arsye një emri që është nacionalitet, për arsye një emri ose për arsye një simboli, ose të një individi tjetër që do me bë karrierë, ose një individi tjetër që do me bë president ose kryeminist ose do me bë diçka dhe këto njerëz i ndjekin, do me thonë sikur janë të verbër, pa pyet njerë vetë në vetë me thonë ç'a po bëj unë. Dhe ç'a është bën Kosovë, do me thonë mendoj që shumë njerëz nga një herë duhet t'i shohin këtë fotografi dhe ta mendoj me një perspektivë pak më ndryshe. Por edhe në këtë fotografi, ashtu si në fotografinë e parë, për shembull, duhet me e pa nga perspektiva e të mirës. Se për shembull, erdhi liria, u kriju një shtet i pavarur, pra është, si me thonë, një Dardani e re. Një Dardani e re ku tash ti mundesh me fol shqip lirshëm. Mundesh me shkru gjuhën shqipe lirshëm. Mundesh me mësu në për shkolla gjuhën shqipe lirshëm. Pra, ke një mundësi tre për me kriju një shtet të ri. Ka në tjetër Shqipënisë, i ka një si kina thënë Shkodër ka motra të dera, ka motra Kojshi. Pra Shqipënisë i ka një diçka është një pozitë tjetër. Pse? Se ka një shtet që mund t'i jap një vot ekstra, kudo që mund të votohet. Dhe as Shqipëria dhe as Kosova duhet të mendojnë që çdo vendim që merret, duhet merret për të mirën e këtyre dy vendeve, se në fund janë motra dhe vëlla. Dhe ky është oportuniteti për të kriju diçka tjetër, sepse ajo dhimbje s'do të harrohet asnjëherë. Ato që kanë kalu kosovarët, ndoshta generacionet e ardhshme, po jo generacioni i sotëm, nuk mund të harrojë asnjëherë. Absolutisht. Por gjithmonë duhet me majt mend perspektiven se ç'a mund bëhet e mirë për të ardhmen, sepse e kalumja ka kalu. Dhe kjo është ajo që unë shikoj në fotografi, që mos të harrosh atrocitetin e njerëzve,
atë mendoj mirë për para se të njekësh këdo se po thot një fjalë, qoftë edhe diçka normale, qoftë edhe s'me thonë i ka Gjoana flokët e zeza. Për njerë du të me thonë, ta mendoj unë me vete, ka Gjoana flokët e zeza apo të verdha, dhe mos ta njekësh Verbërisht. në botë, verbrisht pa ken i 100% i sigur që i ki faktet e sakta që kështu duhet bëhet. Dhe nga ana tjetër, atë mrekullueshme që tash i kemi 2 vende që po i luajtin letrat, si thotë ashtu si duhet, ka një mbështetje shumë të mrekullueshëm, po mi gjitha për generacionin që për shembull është një moshë shumë të re, them një moshë 25 vjeçare, të mendoj se në mënyrë që të ndalohen atrocitetet tilla në të ardhmen, që mund bëj generacioni i ri, për shembull, me njorin time nuk di se kemi në një lobbying që është i fuqishëm në Amerikë, për shembull nga kosovarët ose nga shqiptarët, ose Kisha me dasht me të nërprej. please. Vetëm e krahasimi që i bëne ishte fantastik. Edhe më pëlqe arsyeja, sinqerisht nuk e kam ditë arsyejen, edhe është komplet sa po e mora vesh, ai krahasimi domethënë që ndoshta ai njeri që ke qenë shkollë me te, ke punu me te, Ki hangë bukë me te, patjetër. ka ardhe të ka vranë në shtëpi. Por këta njerëz fakt është se ndoshta i kena gjithkohë. Mundesh me thonë që ndoshta punon me njerëz të tillë, je shoqëni me njerëz të tillë, je miqësi me njerëz të tillë, je, domethënë, pa gjyku asnjëri, por si fakt këto lloj njerëzish janë në çdo vend. Sa herë që flitet për Kosovën, bjen emocion. Dhe kjo që thërë ti, detyrimisht që jo vetëm ne këto, po edhe publikut i bjen emocion sepse Kosova dhe lufta e Kosovës është një nga tragjedit më të mëdha të popullit shqiptar, qysh mas kohë Skënderbeut, por mendoj që është një nga lavdit më të mëdha të popullit shqiptar prapë që në kohën e Skënderbeut. U që këja dhe lufta që ka ba Kosova për shklerimin e kosovarëve nga gjenocidi serb, ka kënë vetmja mënyrë që sot Kosova të gëzojnë pavarësinë. Domethënë, Sepse shqiptarët e Kosovës kanë dhënë gjakun, e aja tokë sot ala ku dhënë gjak, dhe pa dash me hime e këthy se na kena thënë që do frazim herë tjetër, por derisa me përmend diça, populli shqiptar kur nuk ka sulmu tokat e kujshive. Gjithmonë popullin shqiptar kanë sulmu, dhe Kosova është pjesë e shqiptarisë, dhe 1% që thënë që ja ka kom kosovar, ja ka kom shqiptar, kena vetëm një kom, a kombi shqiptar, që kena Kosovë, Shqipni, jena një trup i vetëm pavarësisht politikave të botës dhe politikave të Evropës. Pra du me theksu edhe herë që ne jena një trup i vetëm, por fatkeqësisht edhe fatmirësisht me 2 shtete në Ballkan. Edhe një diçka tjetër kisha dash me thonë, unë e kam jetu në Michigan në luftën e Kosovës, kanë shqiptarët e Amerikës, por veçanërisht shqiptarët në Michigan, edhe kosovarët kanë pa shqiptarët kosovarë, kanë pa kriju një shoqat që thirrte lëvizja për shpëtim, kanë mbledh fondacione kaq të mëdha për me ndihmu në Kosovë. po kanë shkolla ushtarë në luftë. Edhe ushtarë në luftë kanë shku nga shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Malësisë të Madhe kanë shku, por më kujtohet një rast kur janë mbledh në Hamtramck në një qytet në Michigan, po mbledhin fondacione për me çu ndihma monetare në Kosovë, e ka ardhur një djalë me rrogën në xhep, latë pjata, e ardhi me rrogën në xhep, tha vetëm i ka shlek kam edhe i lati. Domethënë ishin nda momentin atë kohë të luftës Kosovë që për i menda dhe sot të na bëj një rrëshqetje trupit, sepse Kosova ka kalu një tragedi të madhe dhe sa shoqër ka një shtet në vedi, ka një qeveri, ka një liri, por prep me ata problemet e veta, sepse sa herë që shqiptari ta ketë
Serbin ku i shi, gjithmonë kena me pas probleme. Se e kanë thënë edhe shkrimtarët më parë, rilindasit, po ashtu edhe mjeda dhe fishta, sa ta kena shkan ku i shi edhe grekun ku i shi, gjithmonë kena me pas probleme. Na gjithmonë urojmë për paqe. Po, paqe, normal që urojmë për paqe, edhe kja puna edhe shpresojmë edhe urojmë që në çdo vend në botë, jo vetëm te ne, por luftat si urohet, domethënë asnjë vendit në botë, edhe urojmë që edhe këta kuishit tonë që janë të padashtun, kur i thojnë kur s'mundesh me bë mirë, mos ban as keq. Rrin punë tonë, domethënë na rrin larg. Po kja është puna se s'ta rrin larg. Edhe është një diçka se thonë duhet me fal, duhet me kemë dakor, shqiptarja mësu me fal. Ne jena popull, e tha dhe Nora, jena popull i bes, por jena popull që kena bujari, kena besë, kena por një shtet ose një person ose në këtë rast gjenocid që ka bërë Serbia nuk kërkon të falën kosovarëve, nuk ka s'kesi me falë sa nuk kërkon të falën. Ke 1-2.000 trupa halana për gropat Serbis me trupa, me fëmijë, me gra, që Allah nuk i kanë këthin Kosovë. Ata janë të merë, sa të pa kalu një të merë. Sa i të kite për Kosovën, nuk mund kërhason, do të thënë janë diftu mizor. Është një muhabet shumë delikat, se është kanol për 20 vjetë, është. Do me thënë, janë njerë që ka jetu, janë njerë që ka pa atrocitetin, janë gjithashtu dhe njerë që kanë linë natë për jull. Duke shku mrapa të fotografit, një nër gjona që shikon më shumë e ma kur kam kënë ma fokusume në këtë do me thënë këtë temë dhe ka vite, është shikosh se qa kanë po gratë kosovarë, se qëfar mundet, qëfar pa përmen atrocitetet tjera, se si ka nik me fëmi në më thënë në përdur, në përmjet borës, në përmjet male kanë hecë me dit, pak pas gjë, njerëzit në për karroca, i mbashin pleq të me thënë duke shty me karroca dore, për të shpëtu jetën në njëtë në kohë që nuk i ke bo kuj as gjë. Jetu lanë shpinë, ajo është, dhe më thënë kanë lanë shpinë e tyne, pa pas hakasile. Pikrisht, dhe me thonë, edhe të kthesh mrapa, do kthesh një vend ku çdo gjë është djeg. Sepse janë mundu me të largu nga toka jote pas një lloj faji. Prandaj pema e Kosovës është shumë e gjanë, është akoma një plagë e hapun, sepse ka shumë pak kohë që ka kalu. Prandaj dhe unë e sjellja atë kur përmendi gjeneracionin e ri, sepse generacioni i ri ka mundësinë dhe them ka një generacion të mrekullueshëm që po shkollohen, një generacion që shohin botën një mënyrë tjetër, një generacion që teknologjia do t'i ndihmojë më shumë se çdo gjë. Dhe shpresa është pikërisht aty, sepse vetëm ato do të jenë gjendje me kriju një shtet ku do të jetë stabil dhe do të jetë i fortë, sepse kjo është arsye nganjëherë do të më mendu dhe anën tjetër se pse je pushtu, pse i ka historia e tillë, është sepse ndoshta kanë dashur të pushtojnë se ki pas shumë të mira, por njëtën kohë kanë menduar ndoshta se je i dobët, edhe është kollaj që ta bëjmë këtë punë. Prandaj është e rëndësishme që si Shqipëria, si Kosova, të forcohen nga çdo aspekt ekonomik, politik, shoqënar, në mënyrë që krijohet diçka ku ti je i sigurt që diçka unë nuk kam më frikë. Dhe ajo i takon vetëm presit të arshëm, i takon atyne që janë diku 25 apo ndoshta edhe më pak, që kanë perspektiva dhe mundësi tjera. Me këtë ose fotografi si e përshkruaj, po ka shumë se na kena pa shumë fotografia në asaj periudhe dhe duhet të theksu 1 milion kosovar kur kanë hinë në Shqipni. Shqipnia në atë kohë ishte po lënë që ka hapdyrë, por Shqipnia s'kishte bukë për vetin, ku vjen fjalën për sa kishte kaluar komunizmi dhe natër shtata e cila shkot rrej e çovi në homner. Edhe barabar i hapi dyrë, barabar e ka ndarë bukë për gjys. Kupti. Nga shakën. Nga kena pas në shtëpi një familje. Edhe të dhe më thonë që kanë kenë Shkodër, dhe më thonë, unë s'kam kenë në Shqipni në ato vite, por e di që kanë ardhë. Dashkinjet kanë, të jena vetëm një trup i vetëm, jena një gjak, jena motë e vlazën, jena bitën një nanet.
Alina, sa herë që ka hall, flasim një gjuhë, sa herë që ka hall Shqipnia, i dhem Kosovës. Sa herë që ka hall Kosova, i dhem Shqipnisë. Na jena gjithmonë pandams, ka se si me kanë ndryshe. Edhe faktikisht Kuksi, nëse unë nuk gaboj, është nominu për me dhënë çmimin Nobel për arsye se nga ato kosovarët, shumicën e kosovarësh që ka prit refugjat Strehuat. Ja, edhe në Shkodër faktikisht i kanë strehu ke spitali. Po, do të thonë sa ty kanë edhe ka thënë vetë se kanë shku në përshia të ndryshme. Prandaj është ajo që thot gjithmonë jo ti gjinet. Si kur ecë, nëna jam e ka shprehje, po nuk di pa thënë mirë, kur ecë tërzon, po nga kthehet të çon. E burgë. Ajo është lidhja e që kemi, domethënë. Edhe ajo mirënjohja e madhe që ata kanë pas shqiptarët e Kosovës për shqiptarët e Shqipënisë vazhdon edhe sot në mënyra të ndryshme, po një prej atyre është për shembull na shqiptarët e Shqipënisë ne kena edhe pak zakon për shembull shkojmë fort jashtë shtetit me bë pushime, gjanat, po shqiptarët e Kosovës vinë me bë pushime në Shqipëni, shqiptarët e Kosovës vinë me hap biznese në Shqipëni, kanë hap shumë biznese në Durrës, paktën shumë herë, edhe në shumë qytete të tjera të Shqipënisë. Por kjo nuk është thjesht se kanë hap biznes, ata kanë hap biznesin sepse kanë dashur me mbështet Shqipëninë. Me dedikim edhe në një farë mënyre të me ja kthy disi. Dhe më thënë mirënjohja është gjaja na jena dhe më thënë shumë kryesor. Jena pici rrugë krejt, dhe më thënë jena shumë të vegjël, por me i krahasu dhe më thënë, por na e shofim të oda jonë, na kena Shqipnin edhe Kosovën me një numër. Dhe më thonë, ne na shofin mështetë si tonë, dhe më thonë, sa na shohin prej Shqipnijet, po thuj se na shofin edhe prej Kosovët, edhe ndoshta edhe gjysa e komenteve janë prej shqiptarëve të Kosovës që jo vetëm në Kosovë, po që jetojnë edhe jashtë, dhe më thonë për Evropë, edhe shofin e na mështesin ta që na jena gjatë që s'krahason nëse jena si jetë milingonat e vogla, por e bukuria është që ndoshta me pa dhe në veprimet e vogla, do të më fa gjaja vogër. Sigurisht. Si e thash, por fatkeqësisht ku ka njëri hall, aty edhe sikur bashkohet dhe dën një tjetrin më shumë. No, aty e shef se kush të don. Janë ata gjërat e vogla që na gjithmonë nuk ka se e përsërisim këtë shprehje, po edhe më e përsërit nuk ka kur gjë të keqe, sepse shprehja e asaj grus shtat vogël, po me zemrën më të madhe në shqiptari, non Teres, që na kena pas fatin me pas tonën, që thot na nuk mund bëjmë gjana të mëdha, po mund bëjmë gjana të vogla me dashni të madhe. Kja ka rëndësi. Si kishte thënë, shumë shprehje bogë që non Teres, më kujtohet në 2019 kur ra tërmeti në Shqipëni, që vdiqën 54 shqiptar, dhe gjithi qeverinë shqiptare të pa përgatitur në asnjë segment, të pa përgatitur komplet për tokë, ka ardhur karavani i kosovarëve, shqiptarëve të Kosovës, me makina, me traktora, me kamiona, të pru batanie, të pru ushqime, të pru pare, të pru mjete, të kanë pru, pra kjo tregon një solidaritet edhe i herë, si sa që ka hall Shqipënia, i dhem Kosovës. Sa që i dhem Kosovës, ka hall Shqipënia, i dhem Shqipënisë. Pra, jena një kamp dhe kja është bukuria ma madhe që na kanë falë Zoti, pavarësisht historisë, ndamjeve, luftave të njëra tjetër, dhe këtë tregon edhe fakti që shqiptarët e Kosovës në Shqipëni a bën një lidhje pavarësisht se nuk ka bërë shteti i madh që e androjmë të tanë Shqipëninë e madhe, por ashtu bën në një mënyrë natyrore, sepse si thash ka Gjoana, kanë hap biznese në Shqipëni, kanë bërë shtëpia Shqipënisë, kanë shku në Kosovë. Në asaj janë të martuar rinia njëri me tjetrin, janë të lindë fëmijë shqiptarë Kosovës me shqiptarët e Shqipënisë. Pra kjo është ai bashkimi i parakohshëm, më thënë, i Shqipënisë madhe, basa ndena, mund me hek vetë, kena dorë në kufinin. Është një fillim, sepse ëndra për Shqipëninë etnike është ëndër çdo shqiptari. Është normale, sepse është e jotja të takon, si i thotë. Por, ka diçka se
duhet mu bë me shumë kujdes. Pse? Sepse e para gjë, botë nuk i pëlqen shitnia etnike. Ballkani nuk i pëlqen shitnia etnike, se ti do forcohesh, do bëhesh i fortë, do të kesh një hartë komplet ndryshe. Por, edhe shqipnia etnike duhet me pas rrugën e saj, në kuptimin që nuk mund ta bësh para kohe. Se për shembull nuk mund të bashkosh Shqipninë me Kosovën tani, kur Shqipnia ka probleme ekonomike, ka probleme sociale, ka probleme politike. E njëjta gjë është edhe për Kosovën. Pra për Kosova ka probleme ekonomike, probleme sociale, probleme politike, tashin ndoshta më shumë se kur. Dhe nuk mund të bashkosh dy vende që janë të dobët për të bërë diçka më të madhe, sepse ka pas probleme shumë më shumë se sa mendon. Janë të brishta. Pikërisht. Por Shqipëria do forcohet, do ndihmoj Kosovën, Kosova do forcohet, do ndihmoj Shqipërinë, dhe kur fillon ajo rritja, kur ti forcohesh, pastaj janë mundësi që të mendosh që shikojmë tash çfarë është hapi 3 që do bëjmë. Do shikojmë Maqedonia, do shikojmë vendet e tjera. Dhe është një rrugë që është është fantastike, është një rrugë që çdo shqiptar ndron, siç e thash, por është gjithashtu dhe një rrugë që duhet më bë me shumë kujdes, me shumë delikatesë. Po një që ta kthejmë pak Ta kthejmë pra se e bëm shumë si shkodron qena. Dini se kush e ka për vendeve në Kosovë dialektin pak a shumë si Shkodra, që flasin pak a shumë me saj? Gjakova me që di unë? Gjakova. Po, unë mendoj, unë kam Salvadorilog. Di këtu da kapin befasi se Kujtesa se dini. Po ju bani ka herë dhe me këse se dini, Por një diçka tjetër, se dialekti i shkodranëve, i gjakovarëve, është dialekt geg. Po. Pra janë dy, si me thënë, dialekte që thjerën gegnishtja dhe tosnishtja. Po, në përgjithësi, shqiptarët e Kosovës flasin dialektin geg, po jam të thonë maj për afër. Për Gjakovës. Po, faleminderit. Unë të thënë këtë tjetër, Atë përgjithë fitova vetë. unë të thënë këtë tjetër, se prej në Fushkruj, e sipër, deri në Prishtinë, deri në Mitrovic, flitet gjuha gegnishte. Është gjuhë shumë e vjetër, po nesa është temë tjetër. Me thënë që është temë tjetër. Gjuha gegnishte apo dialekti? Se rregulla se na kanë bërë shumë vrejtja. Na sakatu, jo në vrejtje, na sakatu. Një masaj temë, sa temë tjetër, se... S'mo hapim thë i libra e gjana se... No, dhe shumë thënë, për shembull, edhe prej muzikës, shqiptarët e Gjakovës marrojnë për këngë shkodrone. Po. E kanë dhe më thonë muzikën shkodrone. Ishte për këngë shkodrone kush nuk marrën të shen. Kishtë për publicitet. Ja nisë me na shkodrone të shifie dhe hirës. Duhet më hapë. Ako shku vonë. Po, me gjaj ka Hadi fie. Jo djek shpia ti që s'leftë në vetin me nënë. Ja, po të qa kena, po. Por kjo ishte dhe më thonë primend noshta se s'dona me e qunë atë seriozitet atë që të madhë, edhe të kthejnë e i fije të busqeshja, nuk mundën e mi regullu në të tëna, edhe me regullu krejt gjonat vogla, jena të gëzum, po, jena të gëzum edhe në qofë se në gjdo fjallë që në thojmë, dikush e gjenë vedin, të shtanë, dikush ka me thonë jë mërë sa ashtu, e dikush pa mërë ashtu, të shtanëve se si jena si të edhe ti ma për para në rënë, kjo është bukuria, se si jena ta një saj. Kontributi nuk ka gjithmonë monetar, kontributi mund t'jenë thjesht një mesazh, një diçka që nuk na transmetojnë. Nora tha por, Bilera tha me vite, me natë të eshin, edhe me sa kontributin e kanë dhanë emigrantat për Shqipëni, se Shqipënia ishte në pikën e fundit. Por unë me dhe tjetër, sa më të fort që tjena na emigrantat, ku do qena në Amerikë, në Zvicër, në Gjermani, për shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Shqipënisë, nga do që janë, sa më të fort jena na, aq më fort ka me kenë Shqipënia, Kosova, sepse na, gjithmonë, jo vetëm nga ana monetare, por dhe nga ana politike, sociale, na mendhen dhe zemrën e kena në vendet tona dhe çdo emigrant në kontributin e tij sa do të vogël apo të madh. Prandaj sa më suksesshëm dhe më të fort emigrantët, aq më fort ka me kenë Kosova, aq më fort ka me kenë Shqipënia. Bravo, wait Marko Ketash. No mos apo të mendosh se çfarë fuqie bën bashkimi. Bashkimi bën fuqi, sepse nëse i ndam, nëse i përçam,
i shumë kollaj për të me thonë Je i dobët. kupton, je shumë kollaj Për të përqa, për të përull, për të bërë gjitha. Prandaj mendoj tash më shumë se kur është ajo ideja që si bashkojnë shqiptarët, edhe nuk po them në aspektin, po e them çdo aspekt, po e them edhe në aspektin e vogël si bashkojnë shqiptarët me bë më shumë biznes, si bashkojnë shqiptarët me bë më shumë për të mirën e një koze, si bashkojnë shqiptarët për bërë diçka më të mirë muzikë, si bashkojnë shqiptarët për bërë diçka më të mirë në kinematografi. Prandaj është shumë e rëndësishme që si kom ta mendojmë, më fal, se ba harroj me thonë, ta mendojmë që një nga gjonat më kryesore që do të na japin zgjidhje shumë problemeve është bashkimi. Po, pyetja ime, në bazë asaj që the, është që mendon domethënë sa suportojmë ne njëri tjetrin këtu në Michigan ku jene. Si e shikon se ti the domethënë tanë din, mund të më thonë që jo s'është ashtu, po tanë jena koshjente ajo që bashkimi ban fuqi. Mendon që e suportojmë njëri tjetrin shumë? Unë mendoj që duhet mendojmë disa gjëra. E para gjë është që nuk ka njeri që është perfekt. E dyta, nuk ka njeri që i ka gjitha. Në qoftë unë dal me thonë që i kam gjitha, unë them po tallë veten. Qoftë nuk ka njeri pa gabime, se kjo është kryesore, sepse një nga problemet që mendoj unë kemi është se ne gjykojmë pak më shumë se duhet, edhe e vejmë gjykimin aty ku nuk duhet absolutisht, sepse unë nuk jam më mirë se ti si je më mirë se unë, ai tjetri s'është më mirë se ai tjetrin, qoftë unë mendoj ose ti ose dikush mendojmë që po jena më të mëshmit, po jena më të bukurit, po jena më të pasurit, po gjithmonë ka me dalë dikush tjetër, që ka me qenë edhe më i mençëm, edhe më i bukur, edhe më i zoti. Prandaj duhet me menu njeriu me pa ma perspektivë që nuk kam nevojë për me dalë e me ta mush mendjen ty se jam dikushi, sepse e shoh atë si një nga probleme pse nuk koaperoj me njëri tjetrin. Nuk ka gjë më të mirë dhe imagjino çfarë fuqie mund të kishte sikur bizneset shqiptare të bashkoheshin bashkë. Sepse mendoj si mendimi im se si kom, ajo që na mungon më shumë është se kemi një problem, nuk pyesim atë që din. Nuk shkojmë te elektriqisti me thonë si ndodh dhampa, po shkojmë tek Joana se ti thonë ti mund që Joana din për me bë elektricizëm. Kupton edhe është një nga gjërat që na mungon është ajo pikërisht ajo që duhet pyesim këdi. Duhet pyesim nëse është një doktor, shko këtë doktori, nuk shkon, nëse ke nevojë për doktor, do shkosh te doktori, nuk do shkosh te ai që lyn. E njëjta gjë është me çdo gjë tjetër. A komunikojmë, a suportojmë njëri tjetrin sa duhet? Jo. Dhe kjo është fatkeqësi. Dhe mendoj kjo është fatkeqësi pikërisht në atë fakt sepse ne dhe kjo ka të bëjë me shumë gjëra të tjera që ato hapin komplet gjëra të ndryshme. Por mendoj që një pjesë kryesore e asaj ka të bëjë me faktin se kemi frikë na shohin dobësi që kemi, edhe prandaj nuk suportojmë njëri tjetrin sepse do t'japim një iluzion sikur çdo gjë është perfekte. Dhe ajo është një nga gjërat e tjera. Nga gjërat problemet e tjera që mendoj unë është sepse si problem kombëtar kemi një problem. Ne gjithmonë e presim shpresën nga i huji dhe mendojmë që i huji është më mirë se ne. Ndërkohë që emigracioni e ka vërtetuar që i huji nuk është më mirë. Në qoftë se një i huj do të ndihmoj ty, duhet me mendu se çfarë qëllimi ka ai me ndihmu shqipnin. Prandaj mendoj që vim nga një psikologji që sa do e mirë tjetë Joana, sa do e mirë tjetë Nora, sa do e zot tjetë Marko, ose dhe me thënë Manjola, prap nuk na mushet menja, se janë të zotë, për arsye se ai amerikani, që nështë unë e kam trenu, ose ti, ose dikush tjetër, është më i zoti. Dhe këto janë ato gjona që vetëm se ka emrin James. Right, dhe nuk është shqiptar. Po, a nuk mendon se mund të vinë pak prej edhe kësaj që u bën Nora? Shiko, është e vërtetë se tash në një problemi, shiko, kur ti thu u bën Nora, për shembull ka një diçka.
Kur thu u ba Nora në tane, ja. Nora, si ishte u ba Marko. Dhe më thonë, Ba Marko. O ba Marko me ha podcast është. Të qedesh. Në gja, se derisa me thonë da unë diqa tjetër, Po më duke janale në gjysë. No, s'ka problem, no, vazhdo, s'ka jo, problem. kjo është e thonë këtë që na kena thonë që do bim her pas here, individ këtu të Oda Podcast, që jo vetë janë sukseshëm nga puna aty në profesionale, por dhe këtë që shprejë të sëtë. Ti na dhe sëtë edhe ne këtu një mësim se si emigranti jo vetëm duhet punoj dhe të jetoj në vendin ku ashtë, por si të menoj për vendin që kalon mrapa atje. Jo vetëm për familjar, por edhe ma gjanë. Më thonë, sepse ardhmja e Shqipënisë, ardhmja e Kosovës, është shumë e rëndësishme për ta ne, jo vetëm për ata që jetojnë atje, por dhe për emigrantët edhe për fëmijët tonë këto. Pra, gjithë ju që jetoni në emigracion, të jepni kontributin tuaj sa do të vogël për Shqipërinë dhe për Kosovën, sepse është pjesë e jona dhe jena pjesë e saj. Po mund dhe me thonë këtë, jena taku shumë herë me Norën, kena folë shumë herë, edhe asnjëherë se kam dhënë Norën të thonë që bana këtë bana atë. Asnjëherë. Edhe por unë e kam pa Nora kollon shumë për pamirësinë të ndryshme. Me që kam pa ki kanë edhe në Afrikë, apo jo? Ja. Edhe s'ma ke thonë në asnjë bisedë, por e kam pa une, dhe më thonë dalim prap të shpreja që përdor Joana, a ki mujt me ndryshu botën? Jo. Por a ki bë gjana të vogla me dashnit madhe? Absolutisht, tash. S'ki dal me daulle, me diftu që parulla. Ose a doni ma për velulin? Asnjëherë Po ata që, unë mendoj që ata që dalin me parulla, me gjana, ata nuk janë, e kanë harru qëllimin. se për çaj Për që janë aty, ata janë për diçka komplet tjetër, kështu që e hup vlerën aja gjatë që bën. Kështu që ai edhe për atë thash është Nora është për aty në njerëzve, që është e shpreja, që bën dora djathë, mos e di dora maj. për atë po tham, Pra, është njerëz si Nora, gjithmonë i ka majt komplet të mbyllur në zero, sepse jo vetëm domethënë çakollon edhe këtu në komunitet, për shembull, shumë vite më përpara, kur unë edhe Elvisi i kena bërë një Christmas giveaway party, që i kena lënë komunitetit, edhe Nora ndoshta as e mban mend, që i kam bërë telefon dhe i kam thonë, dona mi dhënë komunitetit. As nuk e ka diskutu, domethënë, ka thonë po më njërë. Tash ndoshta as sot nuk e din se çka ka bërë para 7 vjetëve. Domethënë këta gjëra duhet mu vlerësu se sa Mas ja presi. Ja, të më thonë, po e tham se e vërtetë njerëzit duhet me ditë, më thonë, se sa njerëzit bajnë në heshtje. Kjo ka përdor atë që kur shkove ai tregtari pruni gjuhën e mirë. Ke edhe shumë prej atyne që përdorin atë gjuhën e keqe e thojnë, lene Markon, që të me ndihmu Markon. Ja, unë di me thënë dy gjëna. Vi nga një familje, faktikisht, kur kam kënë fëmijë, unë e maj mend babën tem, që më thote, hajde babë, të japim një aty, kur shifte një fëmijë tjetër që nuk ishte mosha jame. Jep jasë në s'ka gjaste, nuk e ka, kurse ti ke tjetrën të shtëpia. Edhe ajo për mu, dhe me thënë që fëmijë që mund kënë kemë 4-5 vjeç, ka Raj. Vi për jasë e familje ku vlajem që ose ti e gjenë duke hangër, hajde ullo, hajde merre se du me talon me gjithë shpirt, ja ullo ta bëjmë këtë ose ta bëjmë tjetërën, edhe jo ka pas influencën e vetë, sepse unë mendoj që është privilegj ti jesh një pozitë ku mund ndihmosh dikë tjetër, qoftë ajo familja jote, qoftë ajo koshia, qoftë ai njeri që nuk i njeh, apo qoftë një kazë që ti e ke për zemër, për shpirt dhe mendon që do bëj gjëra shumë të mira për njerëz të tjerë. Është emisionit tonë edhe pak për i vjen fundi për këtë radhë. Unë në gjithmonë e lëm
Gjoanën më na thonë një shprehje. Jo, s'kjerë jo. Po pas ta më herë doshën. Pas edhe pak, Por- dhe vjen funi. Du me ja hek Gjoan straight sonte. Edhe pak Sorry, funi. edhe një hek dhe ju mu. Asë një herë. Johanna dhe pak ka me dalë mas kamerë, me ndryshu. Kina me përnisin tej, edhe kam me fillu me më prezentu të shemrapa, dhe si gjithmonë mas kamerë të kina Johanne. Kam fillu i vje me praktiku, Po ka dalë ka dalë. Thjesht bakten pa fol se pa fol, bakten Pa di që da pa i herë bakten aty mas kamerave. No, po, unë e di dhe më thonë s'kam nevoj me ta hekun. Ja. Ja jep me dëshirë. Unë kisha pas shif, në fakt me thonë Nors. Na i shprehja. Qa ke qef një mesazh, në fakt se kina pyetës për mesazhin, qa dushti, është komplet në dorë tonë. I vjen në impresion se tash këta s'din gjë. Mesazhi mund të jenë 1000 lloj mesazhesh. Për mesazhi do të jetë ai që e fillova dhe nëse është më mirë me marru. Asnjëherë mos e harro nga ke ardhë dhe mos harro udhtimin që ke bë, sepse ndoshta ajo që ti ke sot je luta kesh përpara viteve. Dhe sot e ke. Pra, pa qenë falenderus për atë që ke sot për cilën je lut, nuk mendoj se do të jesh në gjendje për me kalu të diçka tjetër. Bravo. Shumë mesazh i bukur edhe një mesazh që ta na duhet me ja rikujtu vetit shumë shpesh se ka herë Harroj. e dina, por jo se e harrojmë, por nuk e Vajmë ekzekutojmë atë shumë. Bajmë dhe mek harrojmë pa dashje me dashje, po me ja kujtu vetit, sepse është shumë mesazh i fort edhe a mërmendja ta na gjejmë vetin të kë mesazh. Nura, faleminderit edhe herë për kohën që ki bë për ne, për më na ardhë këtë notën tonë. Shpresojmë që kina prep këto. Mos e gjetë kaq. Dhe deri të shtanë të ftum që kina pas këto, e kanë pas kamen e marë. Ti edhe si shkodronja parë që t'kina këto, kamen edhe ma të marë. Presion kina. Edhe si shtash inshallah kina me të pas prep, edhe jena me fat që njofim një njëri si ti, edhe tesh ndoshta mund të konsiderojmë edhe miket tonën edhe pjesë shoqënisë tonë. Shumë faleminderit. Është një vërtet nerë. Ju falenderoj shumë për iniciativën që keni marrë, siç u thash më përpara. Është shumë e rëndësishme sepse i tregon edhe njerëzve tjerë se çfarë mund bëjnë. Fillon diçka nga diçka e vogël, thjesht me dëshirë, me pasion për me tregu mallin për atë qytet ku kanë linë, edhe mandej me kalu nga tema që janë më të ndryshme që ndihmojnë njerëzit, ose sqarojnë, ose ndoshta të frymëzojnë. Prandaj ju uroj me gjithë shpirt suksese. Faleminderit. Shpresoj që ta kenë kamen e marrë se të shtjetë. As nuk e vëm dyshim. Edhe Po nëse se ke kësaj rrallë, ki marrë prep. Derisa ta dish ti me e pa. Dhe edhe një herë, mos u naloni. Vazhdoni këtë udhtimin tuaj, kështu se që keni fillu, sepse ka, megjithëse ju e the vetë është i vogël, ka një rëndësi shumë të madhe. Edhe mos e harroni asnjëherë. Shumë faleminderit. Falenderojmë. Dhe gjithashtu dhe ju shikuesve tonë, ju falenderojmë që na keni njeh dhe mirupafshim në edicionin tjetër. Faleminderit. Faleminderit që jena në episodin tjetër. Mirupafshim. Mirupafshim.